doli një burr i cili tha: ja Rasulullah, unë e lëshoj shtëpinë time. Në shtëpinë time mund të mblidhem i fshehtas. Aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'ua shpjegon Islamin, do t'ua përcjell mesazhin, do t'i thret në rrugën e Allahut azza wa jall. Mirë, po në krejt vendin nuk do ta di askush. Ky i ri, ky i burr, Arqam bin Abil Arqam, në këtë kohë që e lëshoi shtëpinë në rrezikun më të madh, ishte në moshën 16 vjeçare. 16 vjeçar. Me gjithë këtë përgjegjësi të madhe dhe me emanetin e madh që mos ta merr vesh askush. Subhanallah. Dhe shikoje sot gjendjen tonë, që ne kur të flasim me një 10 vjeçar, në çfarë gjuhë flasim? Me një 16 vjeçar, me një 20 vjeçar, ndoshta në sa raste. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këta të ri, me këta burra të asaj kohe, ka folur ndryshe.